Mbrëm koalicioni vlen në sallën Boris Trajkovski në Shkup mbajti konventën promovuese të kandidatëve për kryetar komune. Kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami foli për projektet e realizuara gjatë 4 vjetëve të fundit si kryetar komune. Ai tha se Tetova është shndërruar në letër njoftim të vlenit dhe se është bërë shembull për të gjitha komunat e tjera. Vola për Tetovën, jo vetëm për shkakun se unë rikandidoj për të shërbyer në këtë komunë, por edhe për shkakun se Tetova sot është letërnjoftimi ynë. Tetova është shembull, që ofrojmë ne shqiptarëve nga Likova deri në Strug. Tetova është kontrasti mes neve dhe atyre, mes të kaluarës dhe të ardhmes në menaxhimin e komunave. Kështu qeverisë vlen, kështu punon vlen, kështu mbajmë në amanetin kur e marrim besimin e popullit tonë. Nga ne nuk dëgjoni sharje për shqiptarët, por punë dhe për kushtim. Në konventën për prezantimin e kandidatëve për kryetar të komunave dhe këshilltar komunal të koalicionit Vlen, kandidati për kryetar të komunës Çairit Izet Mexhiti e akuzoi ashpër BDI-n se është bërë simbol dhe garant i hyrjes së bankave serbe, kompanive dhe interesave kriminale në mjediset ku jetojnë shqiptarët. Nuk po kthejmë prej burnis e jo prej tutës, sepse Shkupjani nuk tutët, kur e lyp nevoja. Kur e lyp nevoja, e len qeverin e del në Mejdan. Prandaj po ju them, jo, ne nuk jemi zagar, ne jemi shqiptar. Jo, ne nuk jemi as hizmeqar, as gënjeshtar. Ne jemi njerëz me dignitet. Jo, ne nuk jemi tradhtar, nuk e mbështetim Open Balkanin, nuk e njohim Daka Davidovicin, nuk i kemi shit aksione bankës sërbe, nuk i kemi sjell kazinot sërbo-ruse në mesin e shqiptarëve, nuk i kemi legalizuar kredite shpejta të Milan Radojqiqit të Mitrovicës së Veriut. Jo, ne nuk jemi vazal, ne nuk vrapojmë të dhoma 161 për të lutur të jemi në qeveri. Në tubimin e mbrëmshëm, fjalimin mbajtën edhe krerët e tjerë të koalicionit Vlen.